Ai hante kërpudha për ditë. Pinte ujë lumi kur ishte i etur. Por nuk mjaftonte, kështu që provoi të kapte peshë. Në fund nuk kapi asgjë, por u shpua. Ai donte vezë zogj, por s'kishte talent. Jashtëqitjet e tyre i ranë në fytyrë. Ai kishte mbetur në ishull për vite. Një ditë po lante flokët të lumi. Peshqit u shfaqën sipër, të helmuar nga shampoja. Atë natë ai hëngri peshk në skar. Zogjt që u përpoqën ta vidhnin u helmuan gjithashtu. Kështu ai hëngri edhe zogj në skar. Ai kërkonte shpesh thesare. Çdo gjë të dobishme e zvarritur pas. Kështu bëri shtret. Një ditë gjeti makarona me salcë të skuqur. Brenda kishte vetëm erza. Duke nuhatur aromën, ai menjëherë donte makarona me salcë. Që atëherë asgjë tjetër nuk e tërhiqte, as në ëndra. Mendonte vetëm për to, kështu vendosi t'i bënte vetë një tas. Gjeti erza, i shtypi në një përkrenare, shtoi ujë dhe e përzieu. Por nuk mori formë, e aq më pak makarona. Spati zgjidhje tjetër veç se të hante peshk në skar. Deri të nesërmen, jashtëqitjet e zogjve i dhanë ide. Nëse zogjt nuk i tretën kokrat, duhet të ketë fare në jashtëqitjet.